Të nderuar besimtar, shpeshherë njerëzit apo robërit e Allahut Azza wa Jall i godasin sprova të ndryshme, lodhje të kësaj botës, raskapitje, mërzi, e ndonjëherë sprov edhe në pasuri, sprov në fëmijët e tyre, në evladët e tyre, sprov në punën e tyre. Dikush nuk gjen punë, e dikush tjetër nuk gëzon respekt prej familjarëve të tij, e kështu me radhë, sprova të ndryshme të kësaj bote. Megjithatë, njerëzit shpeshherë e gabojnë rrugën. Shpeshherë njerëzit e gabojnë adresën e duhur se ku ata duhet që ta kërkojnë zgjidhjen. Shpeshherë e harrojnë krijuesin e tyre dhe drejtohen, apo shpeshherë zemra e tyre anon tek krijesat. Ai i cili nuk ka pasuri, shpeshherë është fukara, shpeshherë mendon të gjejë ndonjë njeri të pasur që t'ja çan hallin atij, e ai pastaj shpreson prej tij që t'i ndihmon. E harron Allahun Azza wa Jall, harron krijuesin absolut, e harron ai i cili prej emrave dhe atributeve të tij të larta është Ar-Razzaq, është furnizuesi. Allahu Azza wa Jall për të gjitha këto probleme na ka treguar dhe na ka thënë: thuaj Muhammed, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Thuaj Muhammed, kur të pyesin ty robërit e mi për mua, unë jam afër tyre.